me mbarimin e mandatit 9 vjeçar nuk do funksionojë më, këto prokuror do shpërndalen edhe gjyqësore. Është dhe rryma... Ka përshtypjen e posaçme sepse thot për korrupsionin, e posaçme dhe korrupsionin. Po pra, kjo është ide. Timin e ka si fokus më vetë. Të posaçme. Është dhe do më thënë, flasim dy llojet e diskutimeve juridike, është dhe ata që mbarojnë mandatin këta, se në kushtetut, kur u bërë reforma në drejtësi që u bërë atëherë, tha, në mos kënë drejt riemërimit vinë tjerë. Dhe mund vinë tjerë, pra nuk dhe eksperiencën e shpërndajnë në prokurit e rrethëve. Nuk është ngitet vëndi bosh. Pra do konkurohet, ka prokuror tjerë që do vinë dhe këta shkojnë atje edhe mendoj që nuk ka ngërshtu. Unë një diçka kisha, do më thënë personalisht. Këta prokuror që i kanë shërby shtetit 9 vjetë, duhet keni status mbas mbarimit mandatit. Shteti duhet marrë masa. Si që kërkoj zoti Dumani? Të keti status. Pra, unë e di, i shërbeva shtetit 9 vjetë, tu të shi mirë keq pa hy kontestim, se kontestime ka. Këta njerëz duhet i... Nezme janë marrë me krimin organizuar. Janë marrë me krimin e organizuar dhe korupcionin, se këto janë bashkë. Dhe për tjerët nuk është bërë. Po pra tjerët nuk është bërë. Kanë dhënë dënime me vdekje. Për shumë ke Anton Martini që ka dënuar shumë banda, sot e ke, më thënë, nuk ka mbrojtje tillë. Nuk ka mbrojtje. Ke edhe tjerë Gen Trenovën, për shumë, ka pasur, edhe shumë tjerë. Megjithatë, pra, pavarësisht se janë bërë gabime në të shkuarën, kjo s'do thotë që ne të këtyre që i kanë shërby vendit, neve, jo vetëm të, por në çdo sektor tjetër, neve duhet të japim një mbrojtje të posaçme. Edhe në lidhje me grupin e strukturuar kriminal, pra, domethënë duhet të jemi çik të kujdesshëm, jo çdo çështje është grupi strukturuar kriminal për çështje, siç rasti Shkodrës. Për ashash, për gjëra tilla, edhe kur është çike dyshimi është në favor të panderit. Kjo mbase bëhet edhe për çështje statistika, që goditëm kaq grupe strukturuar kriminale. Duhet të shikohet. Edhe një diçka tjetër se po Shqipëria bie popullsia rritet numri i grupeve kriminale. Se i kam mbledh me pika nuk ju zgjat shumë. Tash lidhe me raporti 2024-s, po ta keni parasysh është shpërndar dhe më përpara diçka nga marsi. Para 7 muajsh. Dhe një nga pikat ishte dosjet e vjetra. Pra, edhe për 21 janarin që është disot. Kjo është dosje vjetë ka ndodhur para 15 vjetësh. Ne prapë do rrim me këtë dosje të jepet e zgjidhje. Qoftë mirë, qoftë për keq. Pra, një prokuror i guxim nuk ka frikë nga çështja. Ka prova, s'ka prova, jep zgjidhje, po jo dosjet pa nënçirtar me vite. Për shembull, po ta vu tre edhe Dumanin çfarë tha? Është hetuar çështja e rasti Berishës, brenda një viti nga regjistrimi i emrit. Por kur është regjistruar procedimi? Procedimi është regjistruar në 2019. Neve duhet kemi dosjet marrojnë sa më shpejt, sidomos çështjet që janë të ndjeshme për publikun, janë politikanë të lartë. Pavarësisht kur duhet të jetë dosja të jetë e qepur, duhet mlidhen gjithë oficerët ta punojnë këtë dosje ta marrojnë brenda afatit. Pra duhet ndarë dosjet me prioritet, sidomos dosjet e vjetra. Lidhe me masat e sigurimit personal. Duhen parë nga SPAK-u masa e sigurimit personal, jo vetëm arrest në burg. Masa arrestit në burg vendoset kur çdo mas tjetër është e papërshtatshme. Ata me vërtet thonë që numri të burgosurve ne kemi kërku masa, por mos harrojmë rastin e zotit Thoma Gëllçi, SPAK-u dhe GKK-ja ka marrë dënim në Strasburg shteti shqiptar për shkak të aplikimit të arrest burg vend pa vend. Mund të aplikoheshin dhe masa tjera. Arresti në burg caktohet kur çdo mas tjetër është e papërshtatshme. Si duket s'ka nxjerrë mësime nga kjo çështje. Fakti që është dënuar sepse neve kemi Strasburgun si mas. Tash autonomve kjo duhet ndryshojë. Pra jo çdo gjë duhet digjet me burg. Kjo është pak a shumë. Domethënë që duhet aty ku ka vend për përmirësim edhe pyetjen e dëshmitarëve, po të keni parasysh kur ishte rasti Velia e foli dhe kryeministri i Shqipërisë, pyetjen e dëshmitarëve duhet të jetë më transparente. Pra se tha mbahet dëshmitari shumë. Dëshmitari pse jo të ketë audio kur pyetet, domethënë të jetë transparente edhe për personin që e dëgjon çka kushton me pasi audio. Nuk është gjë, më përpara ka qenë gjë shumë e shtrenjtë, kuptimin e se nuk e bëje dot, sot e ke edhe vetëm gjë person. Falë vetëm i tha ministër, bëju urgjent dhe pastaj ndryshoi ministri. Po. Mas 3 muajsh. Kështu që ndodhi edhe sot me rastin Beqa që i kërkonin të paguante për dëgjuar akuzën që i bësh. Sot në kërkoi diellën. Kërkoi diellën ai që ta zgjidhë këtë punë. Këto ka vend për përmirësim, domethënë puna është ka punë pozitive, por flas. Megjithatë duhet parë se atëherë po e shtoj të diellën pika numër 7. Shtoj diellën pikën numër 7, ndërkohë që ju falenderoj përzemërsisht për prezencën e sotme dhe mesazhet që ndam zoti Balliu.